Dhoma vendore e avokatisë Vlorë zhvilloi sot seminari me temë refleksioni mbi bashkëpunimin e posaçëm dhe vepra penale të korrupsionit në projektin e Kodit Penal, në kuadër të diskutimeve dhe debateve publike mbi draftin e ri të Kodit Penal. Aktiviteti u mbajt në ambientet e dhomës së avokatisë me pjesëmarrjen e gjyqtarëve Florian Kalaja dhe Engert Pullumbi, të cilët ushtrojnë detyrën pranë gjykatës së apelit të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Gjatë seminarit u trajtuan dy çështje: bashkëpunimi i posaçëm dhe korrupsion. Në vlerësimin e gjyqtarit Florian Kalaja, Kodi i ri penal po kej serviret në publik. Ai theksoi se drafti është me norma dhe risi, ndërsa në takimin e sotëm do të trajtohet dhe diskutohet alternative për zgjidhjen e Kodit Penal. Jo pa qëllime vendosëm që të flasim për dy çështje të rregullimit të projektit në draftin e ri të Kodit Penal, për të dhënë edhe një mesazh që në vlerësimin ton, sikur se e tha zoti Berama i pak më parë, shkon keq në mënyrën se si po serviret ky lloj produkti në publik dhe po themi vihemi para faktit kryer për një draft që është hartuar me kaq shumë norma, me kaq shumë risi, dhe kur takimet bëhen për të konsultuar me atë, lihet një orë për të folë për gjithë kodin penal, gjë që është e pamundur. Ndërsa gjyqtari Engert Pullumbi e nisi fjalën e tij me një kritik të drejtë për drejtë ndaj mënyrës së hartimit dhe prezantimit të projektit të ri të Kodit Penal. Sipas tij, kanë më shumë se 2 vite që punohet mbi këtë draft, por publiku dhe profesionistët nuk kanë pasur informacion për grupin e punës, për modelin mbi të cilin është bazuar, dhe sipas tij nuk është dhënë mundësia të prekurve që të japin mendimin, sugjerimet apo kontributin e tyre profesional. Fakt, unë do ta filloj fjalën time me një kritik të përgjithshme ndaj Kodit Penal, projektit Kodit Penal të ri, por edhe mënyrës se si ai është prezantuar publikut dhe profesionistëve. Në fakt, në djenin ton, sepse çdo gjë deri në këtë moment është bërë pothuajse sekrete, ka mbi 2 vite që është punuar, ndoshta edhe më tepër, që është punuar mbi draftin e këtij Kodi Penal. Publiku dhe profesionistët nuk kishin asnjë informacion kush ishte grupi i punës, kush janë modelet tek cilët janë bazuar, kush janë nevojat dhe shqetësimet që burojnë nga Kodi aktual penal dhe nevojat për ndryshim dhe për përmirësim. Dhe e fundit, dhe që është më shqetësuesja, është fakti që nuk është lënë koha e nevojshme të gjithë aktorëve të prekur nga ky kod penal për të dhënë mendime, sugjerimet dhe kontributin e tyre. Ky takim u përmbyll mes diskutimeve mes të pranishmëve dhe gjyqtarëve mbi draftin e ri të Kodit Penal, ku u shkëmbyen mendime dhe qëndrime të ndryshme mbi mënyrën e hartimit, risitë që sjell dhe ndikimin që pritet të ketë në praktikën gjyqësore dhe në sistemin e drejtësisë në tërësi.